të e marë, unë jem të mësu me vozit me regula, po kur dalim teren është e kundërta. Për ndryshe këtu pisha dhe disa punëtor ardhë, që pas kanë ardhë me e nis punën, edhe me vazhdu gjysmën e rrugës këtu se qa ka mbet nuk është gjysëm tybe boll gjatë. Po vazhdojmë, po ju të regujmë edhe të një pjesë tjetër atje lartë, këtu ka edhe shtëpia që janë të rëzuara. Po, që kam buni për shtypja arta se ne jemi lodh, bash adresa ankesave, jo që jemi lodh, po nuk lodh njësë njëre se u habita kërkoj ndjes, po jem të dash me e thonë pjesën e bërlogut, lërend nëse mund është me ardhë, se nuk e di sa kemi kohë, sa kemi minuta për me mbrives edhe të një pjesë tjetër e rrugës. Po, veç kujdes, a kena kohë? Super. Veç kujdes, lutëm. Po, pa tjetër. Shë, do të thëtë, këtu shumë bukur, unë mendoj që ka mu bo shumë bukur, po edhe ju qytetarë që po na shëni sëtë më ngjes, duheni me rujt, mos me e gjujt për logun, me mirëmbajt edhe qytetarë duhen me mirëmbajt rrugën se neve mundet shteti me na shtru rrugte, me na regullu e krejta, po kur na nuk kujdesemi prap njëjtë ka me konë. Kjo rrugë për shkak që nuk është regullu e të rartë vlenë ceke që ka edhe kolonat të shumëta të veturave. Edhe po pra, do të thëtë prej e patë edhe vetë që rruga është e reguluar vetëm deri tek po e sheni me pamje, se nuk po i di se qysh me e quj qatë rrugën qatë deri te gjysma e rrugës të themi. Edhe duke ecë me Lorentin, po, te kjo gryka e Kaçanikut rruga arta, po, sa do mi ju thonë qytetarve që mbeturinat nuk duhen me u hudh ku nuk duhet me hudh, është e kodë për disa qytetarë, se okej, na kemi folë gjithmonë edhe për komunën edhe sa mbrapa po e lem Prishtinën me mbeturina, edhe nuk është vetëm Prishtina, është fush Kosova, edhe Peja, e shumë vende ndryshme, po ja pra qytetarë ndonë se i kanë edhe kontat, edhe i hullin kesën e bërlogut jashta kontave të bërlogut. Ja pra, kjo është punë e qytetarëve që e bëjnë, edhe kjo tjetra arta ka ush 10 euro 3 po t'i shes apidën. Diona, e din qka ma shqetsuse? Është ma shqetsuse pra kur po flasim konkretisht për rastet të tilla, pra ti po e përmend, po i shohim mbeturinat vëllimore njete, pra mbeturinat që nuk konsiderohen edhe nga këto, edhe i shohim pra që kanë krijuar një platformë në kryeqytet, ka krijuar drejtori Leotrimi, e dim pra jemi në një uri për largimin e këtyre mbeturinave, edhe prap vazhdojnë t'i lënë vende pa vend. Edhe po i shohim pra, edhe direkt nga pamjet. Vende pa vend. Edhe unë e lusë Petriti, Leotrimin, kushdo, për parimin, krejt. Jo 500, 1500, 2000, se kur të prejkë shqiptarin të gjepi, arta që është din mi respektu regullat. Për ndryshe këtu kemi edhe shalqi, kemi edhe tort, të gjitha nga pak. Krejt t'i gjejmë. Këto pajtohem Diona me ty, se duhet pak, mund të them, një lloj kujdesi ke qytetarëve se është propozu